Hyrja e Dolçes në shtëpinë Grande Fratello ishte jo pak pompoze dhe provokuese. Ndërkohë që Edi mori vesh se Dolçe është bërë pjesë e këtij formati dhe lutet që ajo të kthehet sa më shpejt në Big Brother VIP Kosova, Dolçe është më e ftohtë në ndjenja se partneri i saj. Pa ju dridhur fare që piku, ajo deklaroi në shtëpinë më të madhe në Itali se nuk ka ndjenja për ndonjë banor të shtëpisë Big Brother VIP Kosova dhe deri tani nuk ka gjetur dikë që i pëlqen. Teksa vazhdon aventurën në Itali dhe Edi mbetet vazhdimisht me syt pas derës, publiku italian ka kurreshtje për të dhe mediat e vendit fqinj po gërmojnë për të shkuarën e saj që nuk dihej deri tani. Ndërsa publiku italian dhe ai shqiptar janë mësuar ta shohin me lukun e saj karakteristik, bjond dhe me flokë të shkurtra, tip Marilyn Monroe, e kaluara Dolçes fshen një pamje krejtësisht tjetër. Mediat italiane kanë publikuar së fundmi fotot e Dolçes, ku ajo nuk njihet fare. Me flokë të zeza të gjata, me buzë më të holla dhe me veshje stil, dëshmohet transformimi drastik që ajo ka pësuar ndër vite. Këto imazhe kanë bërë xhiron e rrjetit, duke shtuar edhe më shumë vëmendje ndaj banorës shqiptare, e cila tashmë po komentohet jo vetëm për lojën e saj, por edhe për ndryshimet e saj estetike. Nga ana tjetër, Edi ka thënë se nuk e ka as pak problem largësinë gjeografike, sepse ai e ndjen shumë afër Dolçen. Pritet për t'u parë se si do të reagojë ai kur të dëgjojë se partnerja e tij është shprehur se nuk ka ndjenja për askënd në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Më herët Edi është shprehur se nuk e fal gënjeshtrën dhe pabesin, por pritet për t'u parë se si do të reagojë ai kur të dëgjojë deklaratat e Dolçes që ajo ka bërë në Itali.